Ilir Gjuni, 78 vjeç, nga fshati Adriatik i Kurbinit, është një nga banorët më të prekur nga përmbytjet e ditëve të fundit. Prej 4 ditësh, ai dhe familja e tij jetojnë të izoluar, të rrethuar nga uji që ka arritur deri në 1 metër lartësi, edhe pse rreshtet kanë pushuar prej 3 ditësh, niveli i ujit mbetet i pandryshuar për shkak të çarjes së argjinaturës së lumit Droj. Kjo garë dhe befasishme shumë. Nuk jam përmbyt në herë. Jam përmbyt i herë në 2011, por shumë pak ujë. Jo në gjanë, që me thonë, 2 cëtim ujë. Nëse kësaj radhe, më ka shku mërë në shtëpi, bitë dhe cëtim. Katër e parë. Shqyqyrë zotit kam 4 e dytë dhe fiti kam lartë 4 dytë. Dhe më ka bo shumë dame të mbaja. Dame kolosale. Me frigorifera, me televizora, me lavatrice, me të gjitha jenë, do të shifti vetë në pushtetin e ujtit. Qindra hektar tokë bujqësore janë përmbytur, 10 familje ndodhen ende në pushtetin e ujit, ndërsa disa banor janë detyruar të braktisin banesat. Për Ilirin, dëmet janë të pallogaritshme, orendi shtëpiake, pajisje elektroshtëpiake, prodhime bujqësore, blegtori dhe bletari, kati pari banesës dykatëshe, vazhdon të jetë ende në ujë. Vetëm blet, ja ku janë 30 koshere, këtë kanë tek. I kam zirë, se kanë qenë atje poshtë, i kam zirë në ramë. Dje, i kam zirë këtu, edhe besor i kam zirë, se jam edhe i vjetër. Edhe as që i misë nuk kanë manta. I thotë 30 koshere, mos bafshin ma ka 300.000, i thotë 9 milion lek. Vetëm blet, dam, sallë e pulleve, urdhe pullet. Edhe sa kam qitë. I kam qitë një 30, so, i kam hedhë. Rruga që lidh fshatin me zonat përreth është e pakalueshme. Banorët thonë se institucionet vendore nuk kanë reaguar ende për të hedhur inerte dhe për ta bërë zonën të aksesueshme. Prej fillimit të javës, asnjë ndihmë ushqimore, ujë apo medikamente nuk kanë mbërritur për familjen Zhuni. Do të më largoj ujtin. Të më largoj ujtin, dhe të më rregulloj rrugën që të kem mundësi me shku ke doktori, ke shkolla fëmijët, ke puna nusja, me morë furnizim më ushqime për fëmijët, e për familjen, për mjekësi, për shëndetësi, për ke farmacia, kudo, unë pa rrugë jam i blokuar vetë i shtati. Dhe këte jam i izolu, dhe këte ja kam parashtru kryetojt njësisë bashkëke, zotit Alfred Martini, që dje, më rregulloni rrugën të pak të rikëftan, për 3 miliona shavor. Por 3 miliona shavor, unë ngellëm i izoluar, krejt familjerisht. Nuk mund shkoj ke mjeku, nuk mund shkoj ke spitali, nuk mund shkoj ke farmacia, nuk mund shkoj ke shkolla fëmija, nuk mund shkoj ke dyqani me marrë furnizim. Për 3 miliona shavor. Me hedh aty. Ka që duhet. Në këtë banesë jetojnë 2 të moshuar pensionist dhe 3 nipër të mitur, të cilët për 1 javë nuk kanë mundur të shkojnë në shkollë. Drama e tyre është vetëm një nga 10 histori të ngjashme në zonë. Përmbytjet kanë dëmtuar dhe parku natyror të ndërtuar disa vite më parë, një zonë e frekuentuar nga turistë vendas dhe të huaj. Pallogaritshëm. Dam është moni i gjithë jetës. Është djersa ime e gjithë jetës, e ime edhe grus, edhe e fëmijë. To është 50 vjeqarë. Ka shkollë të më gjithë. Dhe herë për herë, kam deshtë me shpëtu fëmijët. Nuk pas ka po marrë me këtë punë. Teksa lotët i rëshqasin në fytyrë, Ilir Zhuni shpreson që institucionet të reagojnë sa më parë. Për të dhe 10 familje të tjera në Adriatik të Kurbinit, çdo orë vonesë do të thotë më shumë humbje, më shumë pasiguri dhe një dimër edhe më i vështirë.